Fshati Gjonç në Kolonjë u kthye edhe këtë vit në një qendër të rëndësishme pelegrinazhi me rastin e festës së Dervish Elmazit, një nga figurat më të njohura të besimit bektashi në zonë. Me mira besimtarë dhe vizitor nga Kolonja, qytete të tjera të vendit dhe emigrant u mblodhën në vendin e shenjtë për të kremtuar 22 majin, ditën e mekamit të Dervish Elmazit. Kjo festë tradicionale zhvillohet çdo vit në vendin ku shërbeu Dervish Elmazi, i njohur për përkushtimin ndaj rrugës shpirtërore bektashiane dhe kontributin e tij në përhapjen e këtij besimi. Është një festë fetare 400 vjeçare që është bërë që në kohën e pashme. Këtu në këtë festë mblidhen në gjitha trojet, në gjithë vendet. Vinë edhe jo vetëm muslimanë, por edhe të krishterë. Gjatë ceremonive, besimtarët ndezën qirin dhe u lutën për shëndet, paqe dhe mbarësi në familjet e tyre, ndërsa shumë prej tyre dëshmuan për mrekullitë që lidhen me emrin e tij. Kam erdhur këtu në festën e shenjtë të Dervish Elmazit se vi nga vit, jam bipe fshati dhe uroj gjithë besimtarët lumturi e begati, kalofshi mirë të gjithë e Zoti ndihmoftë me kohën. Është një festë nga më të mbaratë dhe më të pëlqyeshme dhe më të besueshme në Kolonjë. Pas pelegrinazhit dhe riteve fetare, besimtarët kanë vijuar festimet pranë këtij kulti të shenjtë, mes natyrës dhe panoramës së malit Gramoz, duke kaluar momente festive me familjarët dhe të afërmit e tyre.